Lorenci, kapiten ekipi, Tosti, Zogu, Gjakolli, Derti, Laci, Konesha, Kaca, Kovaci dhe Rusi. Ndeshja gjykohet nga gjyqtari ndërkombëtar nga Gjirokastra Tanush Latifi. Dhe tani nga qast në qast përgatitet të filloj takimi, pritet vetëm sinjalizimi i kryesorit Tanush Latifi, ndërkohë që skuadrat janë në fushën e lojës dhe janë gati për pritjen e sinjalizimit. Topin e parë do ta shkelbojnë futbollistët e Dibran nga Sukthi, e kanë topin Zotrim. Vazhdojnë e mbajt, është që mbajt e bukur e Rusit, ndërkohë që ka ndërhyrë njëri nga futbollistët e skuadrës së Trenishave. Ishte Shehu që këngull. Megjithatë kanë marrë përsëri futbollistët e Sukthit, kanë ndërhyrë atje dhe Rusi. Ky ka kombinuar për njërin nga shokët e tij në krahun e djathtë të sulmit. Ndërkohë që ndërhyn futbollistët e Sukthit, ka larguar, ka spasuar zonën për momentin, këngunin Trenishat, por ishte një goditje nga jashtë zone dhe ka kaluar kuadratin. Ndërkohë që topi tani takon portierit Sukthit, Shahini. E ka vendosur në tokë për ta shkelmuar. Është njëri nga mbrojtësit e Dibranëve të Sukthit. E ka goditur me mjaft forcë, por ka ndërhyrë futbollisti me numër 8 Mema për Trenishat. Ndërkohë që këngulli dhe Shehu dhe ka fituar dhe të drejtën e kësaj rivënje anësore. Kryet me shpejtësi nga numri 5 Shehu. Ka spastruar zonën njëri nga mbrojtësit e Dibranëve të Sukthit. Mundohet të ndisin këtë aksion futbollistët e Sukthit, por nuk ja kanë arritur qëllimin dhe topi ka prekur rrjetën e jashtme, ndërkohë që i takon portierit Shahini. Nëse ftoj kolegun Kikia për të komentuar. Pra mbrim në minutën e 3 të kësaj finale që luhet këtu në fushë Shalie në këtë aktivitet madhështor futboll Buzdërinit, janë dy ekipe pra finaliste, janë ekipi që ka një emër krejt të veçantë, Trenishat dhe djemtë që vinë, djemtë Dibran që vinë nga Sukthi. Janë një sulm i skuadrës pengohet për një moment futbollisti i skuadrës Sukthit, megjithatë rikuperojnë në çështet janë ato pra që kanë në këto momente ushtrojnë presion tek zona rrepsisë e skuadrës Trenishat. Gjithsesi asgjë me rëndësi, topi ka kaluar në zotrim të futbollistëve të skuadrës së Trenishat, të cilët një mbrojtësi i krahut djathtë ka lëshuar një top gjatë atje për numrin 10, i cili dy lufton me një futbollist të skuadrës së djemve nga Sukthi. Topin pjesë rivënie me duar për futbollistët e skuadrës Trenishat. Janë dy skuadra pra finaliste të cilët kanë element cilësor, kanë duket edhe loja atyre, një lojë vërtet me djem që kanë përgatitje dhe ide të qarta për lojën e futbollit. Është finale pra që do të luhet 2 herë nga 15 minuta dhe të shohim se cili do të jetë skuadra fituese e këtij turneu të 4 këtu pra në fushë Shalie futboll Buzdërinit. Për të vazhduar më tej kaloje kolegu Zhuzi. Po, vazhdon aksioni i skuadrës Sukthi, por ka ndërhyrë njëri nga mbrojtësit e Trenishave dhe kemi këtë rivënje me duar për futbollistët e Sukthit. Është kryer dhe rivënja, mundohet të nisën atje nga krahu i majt i sulmit të tyre, por ka spasuar, ka larguar rrezikun futbollistët e Trenishave, ndërkohë që kemi të bëjmë me një tjetër rivënje anësore për skuadrën e Sukthit. Pritet të vi topi, ndërkohë që thrasim edhe kolegun Isuf Myrtaj, të jetë këtu në transmetim bashkë me mua dhe kolegun Sefer Kikia.
Ja afrojmë mikrofonin. Trenišo. Në duhet pra minuta e 5 të kësaj finale, gjithnjë rezultati është 0-0. Bashkim Tufa, të lutem. Mikrofoni ka probleme këtu. Pak rëndësi thoni ju ka finalja, pak rëndësi ka rëndësi ka aktiviteti. Si do ta nisni reportazhin e radhës lidhur me këtë performancë jashtëzakonshme që po zhvillohet I gjithë përshkrirës, duhet. Sigurisht që pak rëndësi ka rezultati, ka rëndësi që sot kaluam një ditë të bukur, një ditë ku dashuria për njëri tjetrin ishte ajo që prevalonte mbi fushën, edhe pse ndeshjet qenë interesante, të luftuara, treguan dëshirë të madhe nga skuadrat pjesëmarrëse, por fundi ishte ajo që thash, dashuria midis njëri tjetrit, miqësia, sinqeriteti. Tashmë si një kryeredaktor I përjetshëm I sportit, unë përmenda fjalën e reportazh, por në shënimin e redaksional, do kishte një titull ky event në ana juaj? Titullit tash është çike e vështirë, se titullit janë ata. Shumë e bukur, signifikative është ajo futboll buzëdërimit. Kjo nis me Dëfrimet Hasanit, moderatorit, gazetarit njohur, është e pas zëvendësueshme, unikale tashmë. Ai ne thamë që ky është edicioni I 4, edicioni 5 po zyrtarizohet dhe modernizohet më tepër. Bashkëpunim me zotin Bitri. Sigurisht me zotin Bitri, I cili është dhe përgjegjësi I këtij impjanti që duhet përgëzuar vetë këta djemë, cilët luajnë e kanë bërë me djersin e tyre, kuptimin I saj. Por unë shpresoj që edicioni e ardhshëm të jetë më I bukur, më serioz, më zyrtar, ajo që tha Dëfrimi me federime të sakta, sepse shiko, sot lodhën shumë njerëz të cilët edhe nuk njihesin, por ky event, ky futboll I bëri bashk, I bëri të njihen, natyrisht edhe të kalojnë një ditë të bukur në këtë event. Shumë personalitete këtu në fushadije, shumë njerëz me arritje të mëdha sportive, por jo vetëm, në fushë kemi Tanush Latifin, I cili në gjysmëfinalen e cila marrë pak çast më parë, ka treguar 2 karton të verdh, një ndërdarje në fushë dhe një për mas disiplinore nga bankinë. Sapo kanë nxjerrë dhe kartonin e tretë të verdh, është një vlerësim I madh për këtë ndeshje, apo Tanush Latifi ka në gjak arbitrimin e madh? Këtu natyrisht janë bashkë me ju, janë shumë personalitete, ishtë futbollist duke filluar nga Sokol Kushta, Ledi Opano, e të tjerë me radhë, Gazheli e tjerë. Ka shumë, sepse kur vjen puna për emra, pa dashje edhe mund të harrosh njëri. Por Toska nuk harron. Toska është ajo emblema e Dibranve, por Shkundër dhe preç. Po, sigurisht, po të shkojmë ke Tanush Latifi, thatë nëzori 3 kartona, me të drejt, 4-in e ka rujt për vete, por... Ndoshta do të thotë futbollistëve që në fushë ka seriozitet, dhe gjithçka do të bëhet. Shiko, fakti që një gjyqtar si Tanush Latifi, I njohur në futbollin shqiptar, I cili ka gjykuar ndeshje në superiore dhe vjen në këtë event disi modest, por të bukur, tregon për seriozitetin që ka, tregon për vlerësimin dhe preokupimin e zotit Bitri dhe Dëfrimet Hasanit për të dhënë më të mirën e tyre, për ta bërë këtë ditë të bukur për këta djemë të fushalis, por natyrisht edhe të gjithë Dibrës
Shiko, është një shembull i bukur, i cili ndoshta duhet përgjegjësuar edhe për te Dibrës, sepse futbolli është i vetmi sport i cili bashkon njerëzit. Faleminderit ministri i madh Bashkim Tufa për rezultatin e ndeshjes dhe i shka gjetë në fush kolegu Fatmir Zhuzhi. Faleminderit kolegu Mirta, rezultati vazhdon të jetë i bardhë, Sukthi 0 dhe Trenisha 0. Kemi një goditje dënimi në favor të skuadrës së Trenishave, por topi ka dalë mbi shtyllën traversale dhe i takon portierit Shahini të skuadrës së Sukthit. Gjithçka është barabar për të dy ekipet, ndonë se kanë munduar që të zhbllokojnë rezultatin, nuk ja kanë arritur deri në këto minutat të pjesës së parë dhe rezultati vazhdon të jetë i bardhë 0-0. Është shkelmuar dhe kjo rivënia fundore, një top në gjysmë fushën kundërshtare, e kanë marrë futbollistët e Trenishave. Është numri 1 Shehu, ka dribluar mjaft bukur, shikon përpara ku ta hedh të topë, nuk i nda të jenë angazhuar shokët e tij, por kundërshtar, por është Mici, ja dhe Shehu përsëri, topi ka dalë jashtë vijës fundore dhe i takon portierit Shahini. Dhe pritet të goditet kjo rivënie fundore nga njërin nga mbrojtësit, siç duket është kapiteni Prenqi, ai që do ta shkelboj këtë rivënie fundore, e ka goditur. Vazhdon skuadra e Sukthit dhe këtë aksion ka ndërhyrë njërin nga mbrojtësit e Trenishave, por megjithatë këmbgulim nuk kuptohen njëri me tjetrin, dy futbollistë por megjithatë mbajnë topin në lojë, një arkim brenda zonës, ka larguar një mbrojtës me kokë, vazhdon topit që është spastruar zona, e kanë futbollistët e Trenishave, tenton dhe njëri nga futbollistët e Sukthi, por megjithatë e kanë këta topin, këta të fundit topin zotrimi, një top nga e majta, që kërkon të nisë ndër nga shokët e tij, por ndërhin futbollisti Spahiu me numër 7 ka dribluar një futbollist, ka ndërhyrë edhe një tjetër, e kanë marrë topin përsëri, mundon të nisin aty njërin nga shokët e tij, nga krahumajt, por akoma nuk kanë arritur qëllimit. Dhe e kanë futbollistët e Trenishave, por e kanë ndërzuar dhe kemi të bëjmë rivënie me duar në favor të skuadrës Sukthit. Është kryer dhe kjo rivënie, ndërhin futbollistët e Trenishave, largojnë përsëri një tjetër rrezik futbollistët e Sukthit. Një top nga krahu i majtë për skuadrën e Sukthit. Kanë gabuar në pasim dhe kanë nisur numër 10 Buci, futbollistët e skuadra e Trenishave, e mban, ka pasuar për tek, nuk ka arritur qëllimit që të pasojë për tek njërin nga shokët e tij, por megjithatë mbajnë futbollistët e Trenishave një top për sheu, nuk ja arrin, e kanë futbollistët e Sukthit përsëri në zotrim. Është Shehu që nuk i ndahet, por topi është prekur për herë të fundit nga njëri nga futbollistët e Sukthit dhe topi i takon në rivënie fundore portierit Shahini. Afrohet atje kapiteni Prenqi për të shkelmuar rivënien fundore. Loja është ndërprerë, pasi topi ka zonë në këmbët e gjyqtarit Latifi. Kemi bëjmë një top të diskutueshëm, është Kovaci që ka goditur, që ka topin zotërim për momentin, por ka ndërhyrë një nga futbollistët e Trenishave dhe rivënie me duar në favor të skuadrës së Sukthit. Kovaci do ta kryejë këtë rivënie me duar. Si zihet ekipi, Kovaci ka luajtur me ekipin e Korabit dhe me ekipin e Valbonës, e mbylli këtë sezon në kategorinë e parë. Rivënia anësore tani për Sukthin, për Dibranet e Sukthit, kryet rivënia, provojnë futbollistët e Sukthit, topi
ka hasur njërin nga mbrojtësit e skuadrës, ishte pikërisht Shehu, që ka larguar, megjithatë është Kovaçi përsëri me topin zotrim, ka dribluar mjaft bukur, por ndërhyrën njërin nga mbrojtësit e skuadrës së tre gishave që e largoi, por megjithatë ka fituar luftimin, ka një duel të ashpër mes tyre, kërkon të depërtore, ka një ndërhyrje të gabuar, por për gjithçka është rregull për kryesorin Latifi dhe kemi bën vetëm goditje këndi tani në krahun e djathtë të sulmit për skuadrën e Dibranëve të Sukthit. Pritet harkimi i topit, është harkuar, ka larguar mbrojtja, tentojnë, kalojmë dhe gol ka është bllokuar rezultati nga ekipi i Sukthit, ishte pikërisht Kovaçi, sukcesi kryesor i ekipit të Sukthit, ka bllokuar rezultatin duke shënuar një gol mjaft të bukur. Dhe tani ja kalojmë linjën kolegu tim Mirtaj. Jo Mirtaj, po Myrtaj. Hajde se fal. Skuadra e Sukthit ka kaluar përpara, ishte Kovaçi, thotë kolegu Zhuzhi. Të shohim nëse Tanush Latifi do të nxjerrë në karton të verdhë, qoftë edhe për ata që kanë hyrë në terrenin e lojës për të fesuar, ka diçka për të sqaruar me ekipin që ka psuar, është pretenduar një faull, por skuadra e Sukthit është rikthyer në gjysmëfurin e saj. Natyrisht goli është dhënë, pretendimet janë të kota, gjithçka do të nisë me këtë. Sa duket zbashku me Zhuzhin kemi humbur një moment, ka patur një karton të kuq, më ndihmon Xhediku, të shohim. Xhediku, Ruzhdi Xhediku. Në fakt ka një karton të kuq, pra që gjyqtari me mjaft kompetencë Tanush Latifi ka ndëshkuar një nga futbollistët e tre njishëve, por që ka probleme sepse nuk pranojnë lojtarët dalin nga fusha e lojës, kështu që të presim edhe pak çaste në vendimin e tij se çfarë të ja. Ndoshta në ndeshje të tilla një karton i kuq mund të konvertohet me pak minuta ose do zëvendësohet futbollisti, kështu praktikohet në fakt me futbollin në nivele të tilla, por numri 4 është ndëshkuar me kartonin me kuq. Të shohim nëse Tanush Latifi do të ftojë ndonjë lojtar tjetër. Është numri 2. Është numri 2 që ka dalë nga terreni i lojës. Ndoshta Tanush Latifi mund të hedhë një futbollist tjetër, të ftojë stafin teknik të skuadrës të tre njishave për të hedhur terrenin e lojës. Megjithatë goli është konvaliduar, ekipi i Sukthit do thëjë që 1-0, për me tepër skuadra e veshur në të zeza dhe gri dhe bëni një lojtar më pak është luajtur këto dhe ka kaluar në gjysmëfushën tjetër. Se ishte Sukthi, e kemi thënë në gjysmëfinale ka mjaft cilësi në gjendjen e saj, ka topin në këmbë. Nga kjo linjë futbollisti pa numër deri këto përpara dhe ka ardhur fundi. Ka ardhur fundi i pjesës së parë, Sukthi u heq 1-0 në mikrofon Kikia. Po, faleminderit pa Ishave, rezultati është 1-0 për skuadrën e Sukthit, me gol të shënuar nga Kovaçi, një gol super gol. Ndërkohë që skuadra e Sukthit ka shumë sponsor në këtë aktivitet, duke vazhduar me IFIGA, me president Gazmir Likën, me Klima, me president Sokol Karasanin, Hotel Delta Ilen Kacani, firma Hajdari me Elon Hajdarin, Dur Alumin Sali Repa, Amarito Osmani. Loja ka vazhduar
janë futbollistët e Sukthit që kanë larguar këtë topi ka dalë në rivënia anësore që do ta kryen futbollistët e Sukthit, pasi për herë të fundit është prekur nga futbollistët e Trenishave. Është ndërprerë loja, ka sinjalizuar kryesori Latifi dhe kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi në krahun e djathtë të sulmit tyre. Është dëmtuar një ndërhyrje e gabuar ndaj sulmuesit Kovaçi dhe goditje dënimi, si duket ka vajtur kapiteni Prençi për ta shkelmuar të top. Ndërkohë futbollistët e Trenishave janë futur në zonën e rrepsisë së tyre. Është vendosur dhe muri nga lojtarët e Trenishave. Është një goditje në brenda zonës, por nuk ka arritur dot Kovaçi që ta prek topin për ta futur në rrjet. Dhe topi takon portierit Trenishave, Buçpapaj. Es geht. Alles in Ordnung. Es ist so windig. Ka një ndërprerje pasi këshillohet portieri Buçpapaj. Loja është ndërprerë, po këshillohet portieri Buçpapaj nga kryesori i takimi, Tanush Latifi. Do të rishkelmohet përsëri topi brenda zonës rrepsisë. Nga Buçpapaj. Është shkelmuar dhe këtë top, ka kaluar rrethrin e mezit fushës, ndërhyn futbollistët e Sukthit dhe kemi rivënie anësore për skuadrën e Trenishave në krahun e majt. Është kryer kjo rivënie, topin e ka Mema. Megjithatë ka gabuar, ka larguar një top nga la jashtë zone, por topi ka dalur jashtë dhe i takon përsëri portierit Buçpapaj. Ka shkelmuar të top. Janë futbollistët e Sukthit ata me këmbgulës se skuadra e Trenishave në kërkim të golit të dytë, ndërkohë që Trenisha nuk kanë fuqi që të afrohen portës kundërshtare për të barazuar rezultatin. Përsëri është Buçpapaj, gabon në këtë pasim. Dhe kemi rivënia anësore për skuadrën e Sukthit në krahun e djathtë. E kryer një top brenda zonës, largon mbrojtja. Ka spastruar rreziku për momentin, ndërkohë që këmbgulin futbollistët e Sukthit nuk ka arritur do që të hapur. Kemi këtë rivënie anësore tani në favor të skuadrës së Trenishave. Është kryer kjo rivënie pikërisht nga numri 12 i tyre.
Ka qenë një nga Mrosi i cili ka bërë topin me dorë nga Tanush Latifi, vetëm korne. Ndoshta ka dashur të kompensojë atë faull të pretenduar nga ekipi i Ribati. Gjysmë fush është akorduar, mungon se strimi var thot Bashkim Tufa. Sisoj protesta të vijojnë nga ekipi i Suktit, edhe pse u heq 1-0 dhe ka zgjatur duar të trofeu i këtij kompeticioni, edicioni 4 në fusha dje, vetëm këndore pra për Suktin, për dibranët e Suktit nga krahu djati sunit të tyre. Janë gjeshur futbollistët në zonë. Atë vjen ekipi i Udët, rëmuj të parë në vështësi, ekipi i Trenishave, vjen numri 10 për ta larguar rrezimin, ishte Buçi, ende tokën në gjysmën fushën e Trenishave, Sukti mjaft i përgatitur, ka edhe erën në avantazh. Një goditje nga distanca një nga litarët e tyre, ndërkohë që topi kapet nga numri 1 Shehu, në kahun tjetër ka një divizje, një mbilje ndosë të dy litarëve të skuadrës Trenishave, ndërkohë që më pas një tentativë e shkuar dëm numrin 8 Nema, ka faj brenda filleve Kufiziusë, dhe vetëm e rivënje me duar i takon Suktit e merr me shumë shumë kohë për të revendosur në dojë. Stefer Kikia bëhet gati të afrohte mikrofoni, është faza bandruese e gjithë kësaj ndeshje edhe njerë Sukti me këtë tentativë sfohet mundësi e mirë e tyre, ka të kalon në linjën tjetër. Ndoshta Dietmar Bici mund të thotë të fjalë analizën e kësaj ndeshje nga ana teknike. Tekniku i sukseshit të Bërredi, në emri i cili shpejt të trokas edhe në abiznet superiore Dietmar Bici, i ndodhur në këtë takim e shikojmë të nësi dhe skuadra e Suktit shumë pranë blorit të dytë, Bici nuk ka më në pauzë. Si e shikoni këtë ndeshje? Takim final, takim shumë ilustruar, por shikojmë ekipin e Suktit që sikur ka një mash më shumë, megjithatë kjo finale të le më thënë në nik dhe në momentin e fundit. Numri 7 i Suktit dhe numri 10 dhe 4 në konferencë. Jam plotësisht dakord, kështu që të shohim deri në fund se si do shkojë ky takim shumë i bukur. Një fjalë për atmosferë. Atmosfera e zakonshme, në rast falenderoj organizatorët, zotin Bibi dhe Petasani, ndërprimin, kështu që do thoja organizim perfekt. Faleminderit Stefer Kikia. Mikrofoni për ju. Jemi afër fundit në këtë finale këtu midis djemve të Suktit dhe Trenisha, do thej skuadra e djemve nga Sukti me rezultatin 1-0, një skuadër potente, një skuadër e cila është afruar edhe 2-3 herë tjera golit, mund ta dyfishonte atë, ka pasur edhe një moment penaltie, por që ka vendosur gjyqtari me mjaft kompetencë, ai që ka një eksperiencë gjatë në fushën e blert me Bilbilit, duke mos e quajtur të tillë. Pra është skuadra e Suktit që udhëheq, por që në këto minuta pra që janë luajtur e ka rritur së tepërmi nivelin e lojës nëpërmjet 2-3 futbollistëve mjaft të tepër cilësor, sidomos futbollisti që aktivizohet në krahun e djathtë të sulmit të tyre. Ja dhe njëherë janë futbollistët nga Sukti, nga krahu i djathtë, top qelçohet i ulët tek zona rrepsis, nuk e zoton si duhet njëri prej tyre, por ndërhyn një tjetër topit. Po, ishte një moment i vështirë, megjithatë nuk ka rriti dot ta fusë topi brenda zonës rrepsis, kështu që rezultati vazhdon të jetë i njëjtë 1-0. Me këtë gol ndoshta skuadra e Suktit mund të bëhet finaliste dhe mund të bëhet fituese e këtij torneo. Në vazhdim ja kaloj kolegut Zhuzhi. Po, janë minutat e fundit të këtij takimi, ku skuadra e Suktit udhëheq 1-0, ndërkohë që mundohen Trenisha të dalin në këtë aksion, por ka larguar rrezikun futbollistët e skuadrës së Suktit, ndërkohë kemi të bëjmë me këtë rivënje anësore tani për skuadrën e Trenishave, ndërkohë që pritet topi që të hidhet në fushën e lojës pasi ka kaluar rrethimin.
duhet thënë që skuadra Sukthit, siç e tha dhe kolegu Kikia, ka prodhuar më tepër volum loje dhe arriti edhe të zhbllokojë rezultatin, ndodh se ju mohua një 11 metrash i pastër nga kryesori Tanush Latifi, por megjithatë i pranojmë, janë gabime njerëzore dhe rivënia me duar është për skuadrën e Sukthit. Kryet dhe kjo rivënje ka larguar me mbrojtësit e Trenishave, por megjithatë vazhdon aksioni, jeton Predazonës me Kovaçi me kokë, ka gabuar Buçpapa, vazhdon aksioni Predazonës. Dërim dhe gjyqtari ka sinjalizuar dhe kemi një faull të shkaktuar nga sulmuesit e skuadrës së Sukthit dhe goditje dënimi për Trenishat që kryhet nga portieri Buçpapaj. Ndërkohë janë përsëri futbollistët e Sukthit, por kanë dorëzuar topin shumë shpejt, janë Trenishat që dalin në këtë aksion, top tepër në thellësi dhe ka pritur portieri Shahini. Ndërkohë që nuk nxitohet portieri Shahini, u bën me shenjë futbollistëve të tij që të dalin përpara, e ka shkelmuar këtë top, topi ka kaluar gjysmën e fushës, janë futbollistët e Sukthit, tentojnë nga distanca, por jashtë topi ka kaluar ngjitur me shtyllën e parë pingule të mbrojtur nga portieri Buçpapaj. Përsëri tjetër aksion, përsëri ishte një goditje nga jashtë zone, por pret portieri Buçpapaj në pozicion pallor arriti të ta preste top. Topi ka dalë ndog. Rivënia me duar është kryer dhe kjo rivënie. Vazhdojnë futbollistët e Trenishave, kanë harkuar, kanë grushtuar portieri, për momentin largohet rreziku në portën e Sukthit. Top që i takon portierit Buçpapaj. Ka pasuar shkurtasi. Vazhdon aksioni goditje jashtë. Përsëri është Buçpapaj që do ta rivojë këtë top në lojë. E ka shkelmuar njërin nga mbrojtësit e Trenishave. Futbollistët e Sukthit janë në mbrojtje të këtij rezultati, ndërkohë që ka sinjalizuar dhe kryesori Tanush Latifi, ekipi i Sukthit është pallur kampion me gol të Kovaçit ndaj Trenishave dhe po festojnë dhe tani e jap mikrofonin kolegut tim Metasa. Fiton Sukthi 1-0, po mi gati për këtë ceremoninë. Të gjitha skuadrat vinë për ceremoninë. Edhe personalitetet, ju lutem, hajde një gjithë këtu. Hajde fiton kohë, ju lutem. Ekipet, Shpëtim Poqë, Shpëtim Poshka. Pa të në se fel Kikia paraqitet këtu, lutem. Gati, demi gati për të shënuar. Dere në minuturë. Gati deri. Jetë se që të të Vazdo. Dere palo. Dere palo. Dere tjetër. Vazdo.
me gjoni, baje. Vazhdo, kujtim të në që tjere. Ilir Kurti, në për tjerë Sultani, kopës Ilir Kurti. Ilir Kurti. Vazhdo, bjera të tjere. Ok, bjera të. Kush është mësi më mirë, jepi shpëtim Toskës. Jepi shpëtim Toskës. Më emocionuar si kësaj dite, se pare dua t'ju falënoj gjithëve që ishte sot këtu, një dua të vine për gjithru, që na zbuluar të ditë, dhe e bot që të marrë me në gjatë në kundeseve Selsilit. Ane që në prejishat, ju lutëm, afroni, prejishat. Afroni pak. Zakonisht, nuk gjykohet asnjëherë, ajo është ekipi Sukfit. Tjeri më i mirë. Me të e mirë? Arjan Karoshi. Arjan Karoshi me kupën e portierit me... Ja dhe, tu. Me dhe kupën këtheu, bashkë për jarin, këtheu nga emri. Të lutëm, këtheu nga emri. Kupa Marko Alia, portieri më i mirë. Bashdoj. Kupa mbrojtësare dhe Ilir Kurti, miku i tij, Gaziu, për arsye shëndetësore nuk ndodhet sot këtu. Ta gëzosh të ki, ta gëzosh. Në trashëgimi shkon ke punë. Suksese. Kapiteni dhe mbrojtësi më i mirë, Alban Skepi. Dhe kupën për qafore kujtim preqin, kapitenin, një do të vide për Alban Skepin. Milion të. Urime dhe suksese në karrierën tënde. Kupa... Faleminderit për këtë çmim dhe faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen dhe urojmë që edhe një herë të mblidhemi siç u mblodhëm këtë ditë. Faleminderit. Faleminderit. Vasil Bici. Profesor Vasil Bici. Një do të vide një falenderim do për para se shkojmë dhe dy trofete, kemi kupën Zotin Urana Bazi. Është ku? Urana Bazi? Ku është? I jepet uniforma originale e Napolit. Atëherë, dy fjalë do thosha, me që unë kam vite që jetoj në Itali. Në faktikisht jam tifoz me Juventusin, nuk e di se me cilë do tjetë zotëria. Me Roma, s'ka problem. Atëherë, unë zgjodha të Napolit, sepse Napoli u shpall kampion, aq më tepër që me Napolin luan dhe një lojtar i përfaqësuesës Kosovës, kapiteni Rahmani. Po, dhe Napoli faktikisht ka dhe një fanel tjetër që luan mrena fushës, është e fanela gjyrë blu. Por unë zgjodha këtë sepse kjo është fanel që luan jashtë fushën Napoli dhe e bardha gjithmonë tregon paqen. Dhe ekipi Snovës është modeli i paqes. Respekte! Me njëri të dashur me njëri tjetrin, ta respektoni njëri tjetrin, ta doni që ky aktivitet të vazhdojë në jetë jetëve faltit zotëri gjithashtu. Faleminderit. Autoritetet e sportit shqiptar për sigurisht kushten, Ledio Panën dhe gjithë pjesëmarrësit, falenderoj profesor për organizimin e shkëlqyer. Shpresoj që vitin tjetër aktivitetet të jetë më shumë njerëz dhe më sigurisht do të shumë herë më bukur. Ju falenderoj nga zemra, faleminderit gjithëve. Suksese dhe Sukfit, suksese. Faleminderit. Faleminderit Bazë, faleminderit Snovës. Ido të vijë për Bosnjën. Kupa Shpëtim Toska shkon për maratonën e Karpatëve të Fushalie. Ja, erdi një Shiaku, i do të vijë për i tifoz nga Shiaku që ndonë sot të. Përshëndetje, ka gëzosh, ishe fantastik. Shiko, jeta është jo gjithmonë fitore, të nderuar miq.
Jo gjithmonë ka fitore. Edhe vazhdoj, Ledio Pano. Golshënuesi më i mirë. Jo, prit jemi ke Ledio Pano, të lutem fal. Jo, edhe golshënuesi më i mirë, kush është? Golshënuesi më i mirë i aktivitetit. Ky është, atëherë është për këtë. Edhe lojtari më i mirë. Lojtari më i mirë, çuna, ma bëni gati, çuna. Lojtari më i mirë i aktivitetit. Berti, duhet ta ndihmosh Berti se nuk i njoh emrat. Gjyqtarët, komentatorët që i kanë marrë shënim. Lojtari më i mirë i aktivitetit, që do të marrë Sokol Kushtën, do ta ketë kujtim. Atëherë shfrytëzoj rastin me Manën për një intervistë. Shumë faleminderit për organizimin, ishte fantastik. Edhe faleminderit për shfrytëzën që ke dhënë. Dhe shishim Zotit se na dha një ditë shumë bukur sot me futboll. Falenderoj gjithë dibonët dhe shihemi kismet vitin tjetër në turnament. Suksesa. Atëherë, kjo fanel i është marrë presidentit Federatës Futbollit Kosovës Agim Ademi dhe me kënaqësi të madhe ja dorëzoj Mehmet Krasniqin, i cili zemrën e ka gjysmë Shqipëri dhe gjysmë Kosovë. Sokol Kushta, dorëzoja edhe këtë medalje zotit Krasniqit, lutem për ta se dorëzosh trofeun. Ja të nimon Ledio, ale pak Sokol këtu, dorëzoja edhe këtë medalje zotit Mehmet Krasniqi, që na ka ndihmuar në 10 edicionet Kupës Panare Pano. Për edhe në këtë aktivitet, unë jam njës gjithmonë, e kam një vlla të dytë dhe dua t'i them. Përshëndetëve të gjithë lojtarëve, ekipeve që e mundësuat një turne kaq madhështor në këtë vend, në këto troje kaq madhështore të Dibrës tonë, Dibrës Shqipërisë, që shqiptarëve ku janë. Falenderoj Federatën e Futbollit Kosovës, falenderoj Edmond Thoqin, i cili Kosova gjithmonë, ose Dardania jonë, kur nuk i lënë çunat e vetë jashtë, po gjithmonë i mbledh brenda. Ju falenderoj shumë, falenderoj të Efremin, organizatorët dhe të gjithë, ju falenderoj jashtëzakonisht të gjithëve. Shikoni si është jeta. Ju luta këtij djalit, a më luni. Po luni mos ai që është i drejtë, ai që lufton fiton. Nuk më dëgjoj, ja ku erdhi fjala ime. Fitoj edhe kupën e lojtarëve më të mirë. Ai përshëndetje nga Petit Kasa, legjenda që ka qenë në çdo edicion një duar tokile për Petit Kasa. Nga Belgjika. Ja, duar tokilit janë për ty me ekipin belg, shqiptarët e Belgjikës. Jam shumë i lumtur për çmimin që më dhat, por më shumë i lumtur për këtë aktivitet futbollistik që i jep shumë gjallëri Dibrës. Akzosh. Atëre, gati. Akzosh. Ekipit Laçës që zuri vendin e tretë. Suksese. Në një medalje rrini aty. Në një medalje rrini aty se du oftojnë pas të gjithë. Vazhdo. Vazhdo, Pietri. Kapiteni në fund, kapiteni. Merë në medalje. Merë në kupën. Merë në kupën.